gjithçka që ekziston, hidhe vështirë. Nderuar besimtar, i dërguari i Allahut lartësuar ka përdorur disa forma për të përcjellur tek ne mesazhe të caktuara. Ka përdorur disa mënyra, disa forma për të përcjellë tek ne disa kuptime, disa koncepte, disa pjesë të formimit që ne duhet të kemi. Dhe qëllimi dhe objektivi është që gjatë jetës që Allahu i lartësuar na ka vënë në dispozicion, ne të ndërtojmë veten tonë, të bëhemi besimtar të mirë, dhe po ashtu me gjitha fuqinë, me gjithë fuqinë dhe me gjithë mundësitë tona, të synojmë kënaqësinë e Allahut, nderimin e tij në këtë botë dhe xhennetet e larta në botën tjetër. Prej formave që i ka përcjell i dërguari i Zotit lartësuar këto kuptime, është edhe nëpërmjet tregimeve. Dhe një ditë i dërguari i Zotit lartësuar u tregon një ngjarje besimtarëve duke u thënë: një burr, pra një njeri duke ecur në tokë, një ditë dëgjon një zë i cili vinte prej një reje, prej res, duke thënë: ujite kopshtin e filanit. Ujite kopshtin e filanit. U çudit, u befasua, diçka e jashtëzakonshme, si ka mundësi vjen zëri prej res, dhe e përqendroi të gjithë vëmendjen e tij te ky zë, ose thënë ndryshe te kjo re. Kur befas, reja filloi dhe lëvizi, përqendrua në një pozicion, pastaj e lëshon ujin që kishte në një tokë të shkret me gur të zinj, pastaj uji ndoqi disa rrëke, u mblodh si një rrëke e vetme, pastaj pas një përrua i vogël, dhe ky njeri e ndihte se ku do të shkonte ky ujë. Derisa ky ujë hyn në kopshtin e një personi i cili në ato momente ishte duke punuar me lopatë. Ky u çudit nga gjithë kjo gjë. I thot: o i nderuar, o robi i Zotit më saktë, o robi i Allahut, si të quaj? I thot: filan. I njëjti emër që dëgjoi në re: ujite kopshtin e filanit. I thot: pse më pyete për emrin? I thot, dhe pastaj i tregoi se çfarë kishte ndodhur. I tregoi që unë dëgjova një zë në re që thoshte ujite kopshtin e filanit, tregoi me detaje procesin se çfarë kishte ndodhur, derisa vi këtu dhe të gjej ti duke punuar me lopatë. O robi i Allahut, cili është sekreti yt? Çfarë bën ti? Sepse kjo gjë nuk është e zakonshme. I thot: duke qenë se ti e përmende, edhe duke qenë se sekreti im, përditshmëria ime tashmë u bë publike, atëherë po ta them. Unë, thot, punoj për gjatë gjithë vitit, angazhohem me këtë kopësht. Pastaj në momenti që vjen momenti për të vjel frutat e këtij kopshi, pra prodhimin, e ndaj në 3 pjesë. Pjesën e parë direkt e jap sadaka, e jap për nevojtarët. Pjesën e dytë ushqej familjen time. Dhe pjesën e tretë e kthej përsëri në investim, e investoj. I thot: kjo është ajo gjë. Ky është tregimi që tregoi profeti alayhis salam, dhe siç edhe e përmenda, ishte prej formave që më së shumti përdorte i dërguari i Zotit lartësuar për të formuar bashkësi, për të ngritur në nivel të lartë besimtarët. Dhe në një moment, dhe pikërisht në këtë moment, sjell rastin dhe shembullin e një besimtari, e një njeriu i cili ishte njeri i thjesht, njeri i zakonshëm, një bujk prej bujqëve, një njeri që angazhoi me kopshtin e tij, me të mbjellat. Mirë po, ky njeri, emri i tij u përmend lartësinë e qiejve. Dhe Allahu i lartësuar bëri mrekulli me këtë njeri. Ne me ndihmën e Allahut të lartësuar do ndalemi në disa ndalesa, edhe pse kjo ngjarje është një shkollë më vete. E them me bindje që është një shkollë më vete. Dhe secili prej nesh ka se çfarë të shkëpusi dhe çfarë të marri prej kësaj ngjarje. Ndalesa e parë që ne do të bëjmë është: ne duhet jetojmë, të nderuar, në përditshmërinë tonë, me kuptimet e mrekullueshme, të mahnitshme, të emrit të Allahut të lartësuar Ash-Shakur. Allahu i lartësuar prej emrave të tij është Ash-Shakur, është mirënjohësi. Është ai i cili
nëse robi me sinqeritet bën diçka, qoftë dhe të vogël për hir të madhështisë së Allahut të lartësuar, Allahu i madhëruar ja kthen shumë fish. Allahu i madhëruar ja kthen shumë fish. Prandaj ne nuk duhet të rreshtim së jetuari, së ndjeri, së përjetuari emrin e Allahut të lartësuar Ash-Shakur, i cili është mirënjohësi, ai i cili shpërben shumë, dhe ai i cili të falenderon për pak, dhe ai i cili ta shumë fishon atë gjë që ti e vendos në rrugë të ti, për hir të ti, për hir të madhështisë së ti. Shikojeni këtë njeri, se si ja ktheu Allahu i lartësuar, në mënyrë të jashtëzakonshme, por jo vetëm këtij. Kujdes, pavarësisht se ne nuk e dëgjojmë. Nuk është çudi që të jenë të shumt ata robër të Zotit të lartësuar, ata besimtarë dhe besimtare që dëgjohen shpesh emrat e tyre në qiell, që Allahu i lartësuar në një moment dërgon shiun për ta, në një moment tjetër largon një sëmundje apo largon një fatkeqësi për ta, apo në moment tjetër shumë fishon pasurinë e tyre, apo shton dhe zbret dhe derdh bereqetin e tij. Nuk është çudi që qielli gumëzhin duke u përmendur emrat e robëve të Zotit të lartësuar. Emrat e besimtarëve që lutim Allahun e lartësuar që ne të jemi prej tyre. Dhe shikoni veprën që bënte ky njeri. Një ritual të zakonshëm, atë që duhet bëj besimtari. Është i vetëdijshëm që në mirësitë që i ka dhënë Allahu i lartësuar ka hak, ka të drejtë familja e tij, ka të drejtë vetja e tij. Gjithashtu duhet mendoj jo vetëm për të sotmen, por duhet mendoj dhe për të ardhmen, duke qenë një menaxher i mirë. Dhe shikoni se si e investonte një pjesë të pasurisë së tij, por njëkohësisht ishte i vetëdijshëm edhe që tek pasuria e tij ka hak dhe nevojtari, nëpërmjet zakatit, nëpërmjet sadakave, nëpërmjet bamirësive të ndryshme. Dhe shikoni se si ky njeri ishte mik i Allahut të lartësuar. Ishte wali prej uliave të Allahut të lartësuar. Ishte i afërt tek Zoti i gjithësisë. E dini pse? Nga kuptojmë diçka të tillë. Përpara se të shkojmë tek ret, le të shohim tek veprimtaria e tij në tokë. Ky njeri ishte një njeri që shqetësimi kryesor që kishte ishte ahireti. Ishte bota tjetër, ishte kënaqësia e Allahut, ishte të qenurit korrekt me Zotin e gjithësisë. Shikoni se si, gjën e parë që përmendi tha, pasi e korr frutat apo të ardhurat, të mbjellurat e këtij kopshti, prodhimin më saktë, një pjesën e parë direkt është për nevojtarët, direkt është zakat apo sadaka. Tregon himmen që kishte ky njeri, tregon ambicien, tregon synimet dhe çfarë kishte dert, çfarë kishte shqetësim. E para, e dyta, që ky ishte njeri prej njerëzve të botës tjetër që synonte botën e tjetër, është fakti se është e pamundur të gjësh një njeri që ka vendosur standardin dhe jep, dhuron, kontribon me 1/3 e pasurisë së tij dhe të mos jetë një njeri i madh që synimi kryesor të ketë botën tjetër ndaj kësaj dunjaje. Është jashtëzakonisht e vështirë. Shikoni ne në veten tonë. Dhe shikoni se çfarë ndodh me një pjesë të mirë qoftë të muslimanëve. Kur vjen dita për të dhënë zakatin, dhe të bëj ato llogari dhe ato kalkulimet se sa duhet të japi në fund të vitit prej asaj pasurie që nuk është përdorur dhe që është mbi 85 gram flori, që do thonë mbi 5 apo 6.000 euro apo milion lek. Kjo sasi nuk ka rënë nga kjo shumë, vjen momenti për të bërë kalkulimet, dhe vjen momenti për të dhënë zakatin, dhe bën llogari për shembull që në 10 milion duhet të japi 250.000 lek, në 20 milion duhet të japi 500.000 lek, dhe i quan shumë. E ka edhe prej njerëzve që nuk e japin zakatin. Atë zakati është shtylla e tretë kryesore e kësaj feje, që robi do të merret llogari përpara Allahut të lartësuar, kurse ky njeri kishte të kaluar to shifra. Ky kishte vendosur një standard tjetër që elhamdulillah nuk na ka sprovuar Zoti me këtë standard. Nuk na ka sprovuar Allahu me këtë kriter, që të japim 1/3 e pasurisë tonë. Se do të ishte një sprovë që të pak do të ishin ata që do ta përballonin. Mirë, po ky ja ngarkoi vetes së tij këtë standard. Dhe tha, tek ajo që mua më vjen prej Allahut, 1/3 do të dali e para direkt. Pastaj 1/3 do të ushqej familjen dhe 1/3 që mbetet do të investoj përsëri, sepse besimtari ka ambicie, punon dhe për të ardhmen, punon dhe për fëmijët. Patjetër,
Pra këto të dyja, shtoi dhe të tretën, dhe ky njeri ishte një njeri i fshehtë. Ishte njeri i fshehtë. Nuk ishte prej atyre njerëzve që bëjnë një punë të mirë dhe merr vesh gjithë dunjaja. Dhe nuk ishte prej atyre njerëzve që nëse nuk ka reklam, nuk ka dhe kontribut. Ky ishte prej atyre njerëzve që kanë marrëdhënie të ngushtë me Zotin e gjithësisë. Dhe i thot, pse më pyete për emrin? Thotë të pyeta për emrin sepse u befasova se dëgjova një emër në lartësinë e reve. Si mos të pyes për emrin? Dhe ndodhi ajo gjë që ndodhi. Atëherë i thotë, përderisa çështja ime u bë publike, atëherë unë po të tregoj se cili është standardi që unë kam vendosur në veten time. Përderisa çështja u bë publike, dhe kjo na kujton hadithin e mrekullueshëm të pejgamberit alayhis salam, i cili thotë, inna Allaha yuhibbu al-mu'mina at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allahu e do atë besimtar që është i devotshëm, është i pasur në shpirtin e tij. I pasur, jo domosdoshmërisht në xhep apo në llogari bankare. I pasur në shpirtin e tij, al-khafi, dhe është i fshehtë. Pra synojnë që veprat jetë për hir të Zotit, të arrik kënaqësinë e Allahut, dhe vetëm nëse është domosdoshme ta marrë vesh njerëzit, po bëhet publike, në të kundërt ai e ruan mes tij dhe Allahut të lartësuar. Dhe sa nevojtar jemi ne që të kemi sa më shumë punë të tilla dhe sekrete mes nesh dhe Zotit të lartësuar. Kjo është e para, të nderuar. E dyta, njerëzit që janë miq të Allahut, që janë të afërt me Zotin e gjithësisë, janë të dashur tek Allahu, nuk është e thënë që të jenë dietar, nuk është e thënë që të jenë hoxhallar, dhe nuk është e thënë që të jenë njerëz të famshëm, apo me kontribute të dukshme madhështore dhe gjigande. Janë dhe njerëz të thjeshtë, dhe sa të shumt janë ata, që ndoshta njerëzit në tokë nuk u dinë emrin, mirë po emri i tyre përmendet në lartësinë e qiejve. Mik i Zotit, i dashur i Allahut, njeri i madh, i afërt me Allahun lartësuar, mund të jetë një bujk, mund të jetë një fermer, mund të jetë një zanatçi i mirë, mund të jetë një mjek, mund të jetë një tregtar, një biznesmen, mund të jetë një njeri i thjesht, një familjar i mirë, një që shikon punën e tij, që ndoshta as lagjarët, as komshin nuk ja dinë emrin. Mirë po, emri i tij përmendet në lartësinë e qiejve, përmendet tek Allahu i lartësuar. Dhe ne, kjo është ajo gjë që duhet të synojmë. Pikë së pari duhet të synojmë famën e qiell përpara famës në tokë. Nëse vjen fama nga qielli, nëse përmendet emri ynë në re, në lartësinë e qiejve, tek melajket, atëherë automatikisht, siç e kemi përmendur dhe në një ndalesë në një hutbë tjetër, do të vijë dhe fama në tokë. Nëse nuk vjen fama në qiell, s'ka për të ardhur fama në tokë. Kërkoje sa të duash, investos çfarë të duash, bëj çfarë të duash, nuk ke për të arritur autoritetin, respektin, dashurinë e njerëzve nëse nuk ke trokitur më përpara në lartësinë e qiejve. Kjo është e dyta shumë e rëndësishme. Miqtë e Allahut, të gjithë kanë aksesin për të bërë dhe mundësi për të bërë miq të Zotit lartësuar. Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Doni të dini se kush janë miqtë e Allahut, të dashurit e Zotit gjithësisë, ata janë ata njerëz të cilët nuk kanë për të përjetuar në rrugëtimin e tyre drejt Zotit as frikë, as shqetësim, janë ata që janë besimtarë dhe të devotshëm. Kanë këto dy cilësi. Janë besimtarë, janë të devotshëm, shto dhe një të tretë, dhe kanë kontribut dhe kanë gjurmë në tokën e Zotit në raport me Allahun lartësuar dhe në raport edhe raport me njerëzit. Dhe këtu ne kemi edhe një argument tjetër që mrekullitë e Zotit janë për profetët, mrekullitë e Allahut lartësuar ose thënë më saktë nderimet që vijnë prej Zotit gjithësisë dhe ndihma e Allahut vjen dhe për njerëzit e mirë. Mirë po të mos i ngatrojmë me mashtrimet e magjistarëve dhe të mashtruesve, të cilët janë të shpërndarë dhe janë të shumë në tokën e Zotit lartësuar. Po, a vjen mrekullia, a vjen ndihmesa, a vjen kerameti, ndihma e Allahut lartësuar për një njeri të thjeshtë, për një njeri të mirë? A dëgjohet emri i tij në lartësinë e qiejve apo tek ret? A orienton dhe detyron Allahu i lartësuar ren që të shkojë dhe të zbresi shiun në kopshtin e filanit, apo të zbresi bereqetin në familjen e dikujt? Po, dhe të gjithë kanë këtë akses, dhe të gjithë kanë këtë mundësi, përderisa kanë këto dy cilësi. Është besimtar me besim të kulluar, të pastër tek Zoti i gjithësisë,
ka dhe devotshmërinë, raportin e mirë me Allahun dhe me njerëzit, atëherë përgëzohu se je wali, je i dashur, je i mik, je i shtrenjtë, je i afërt tek Zoti i gjithësisë. Por mos e ngatro me ato vepra të cilat vijnë dhe me ato mashtrime që vijnë prej mashtruesve, prej magjistarëve, prej fallxhorëve dhe prej atyre njerëzve të cilët mashtrojnë robërit e Allahut të lartësuar. Dalesa tjetër shumë e rëndësishme është, shikoni se si e gjithë dunjaja, gjithë universi, gjithçka që ka krijuar Zoti i lartësuar në qiell dhe në tokë, nuk është gjë tjetër veçse në urdhrat e Allahut. E dini se çfarë ndodhi? Allahu i lartësuar dërgoi një melek prej melekëve. Dhe zëri që u dëgjua ishte zëri i melekut. I melekut që është i ngarkuar prej Allahut të lartësuar të merret me çështjen e reve, të orientojë rehet atje ku ka caktuar Zoti, atje ku do Allahu të zbresi shiu dhe të zbresi bereqeti. Dhe shkoni se çfarë ndodhi. Ndryshuan ligjet e Zotit të lartësuar, pse për një njeri që punonte në kopshtin e tij, por ama kishte devotshmëri të theksuar. Ç'tregon kjo gjë? Tregon që i gjithë ky univers, gjithë kjo tokë, gjithë këta qiej, gjithçka që ekziston, nuk është gjë tjetër veçse nën urdhrat e Allahut të lartësuar. Dhe kur Zoti i gjithësisë përmend krijimin e tij, përmend tre gjëra shumë të rëndësishme orë të nderuar. Fiksoni këto tre gjëra. Përmend se gjithçka që është në qiell dhe në tokë dhe midis tyre, Allahu i lartësuar e ka nënshtruar për ne. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. A nuk jeni të vetëdijshëm? A nuk keni parë se si Allahu ka nënshtruar për ju gjithçka që është në qiell dhe në tokë? Yjet, planetet, dielli, hëna, ret, me lajket, gjithçka që është në tokë, me malet, me erat, me shiu, me deti, me gjallësat, të gjitha janë në shërbim të kësaj qenie që quhet njeri. A nuk e shikoni se si Allahu i ka nënshtruar për ju? A nuk e shikoni, a nuk meditoni pak në këto ekuilibra? Thojani këtë gjë me zë të lartë, ateistit, mohuesit, pabesimtarit, që thotë që gjithçka është produkti i rastësisë. Thojani. A nuk e shikoni se si gjithçka që është në qiell dhe në tokë Allahu i lartësuar e ka nënshtruar për ju, vetëm për njeriu i cili gjen guximin dhe bëhet mohues, gjen guximin dhe mohon Allahun, gjen guximin dhe kundërshton Zotin e lartësuar dhe gjen guximin dhe quan për të rënd, për të vërë në jetë atë gjë që i kërkon Allahu, namaz apo agjërim apo zakat apo haxh apo diçka tjetër. Kjo është e para që ka të bëjë me universin, me krijimin e Allahut të lartësuar. E dyta, gjithçka që është në qiell dhe në tokë i bën tasbih Allahut të lartësuar. I bën tasbih. Subhanallah, subhanallah. Pa të meta i lartë madhëruar është Allahu. Prandaj dhe Allahu i lartësuar thotë: "Tusabbihu lahu as-samawati wal-ardu wa man fihin." Allahu t'i bën tasbih gjithçka që është në qiell, gjithçka që është në tokë dhe gjithçka që është mes tyre. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihu. Dhe nuk ka diçka veçse i bën tasbih Allahut, e madhëron atë, e lavdëron atë, por ju nuk e kuptoni se çfarë ndodh. Ju nuk e kuptoni se si. Qiej, toka, planetet, gjithçka që ekziston i bën tasbih Allahut të lartësuar. Doni diçka edhe më madhështore akoma? Gjithçka që ekziston prej planeteve, prej krijimit të Allahut të lartësuar i bie në sejdë Allahut në mënyrën siç ja ka caktuar Zoti. I bën sejdë Allahut në mënyrën siç ja ka caktuar Zoti. Përveç një kategorie, përveç pabesimtarëve prej xhinëve dhe prej njerëzve. Gjithçka tjetër që ekziston i bie në sejdë Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar thotë: "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard." A nuk e keni parë se si Allahut i bie në sejdë? I nështrohet i bie në sejdë, bën sejdë siç do bëjmë ne tani. Gjithçka që është në qiell dhe në tokë. Wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu. Duke filluar që nga dielli dhe hëna dhe malet dhe pemët dhe gjallësat, wa kathiru minan nas, dhe shumë prej njerëzve. Dhe këtu përfshihemi ne, falenderojmë Allahun e lartësuar. Po pjesa tjetër e këtyre njerëzve e kanë merituar ndëshkimin, thotë Allahu. E kanë merituar sepse janë qenia e vetme në gjithë të univers, në gjithë të rruzull toksor, qenia e vetme që guxon dhe nuk i bën sejdë Allahut të lartësuar. Qenia e vetme që thotë s'dua, nuk pranoj, nuk jam i bindur, nuk është momenti.
Qenia vetme që nuk I nështrohet Allahut të lartësuar, është mohuesi, është pabesimtari, është ateisti, është ai që ka haram, nuk e meriton çdo frymarrje që merr në tokën e Zotit, në ajrin e Allahut të Allahut të lartësuar. Është ai që ka haram, çdo ushqim, çdo kafshat, çdo shërim që I ka ardhur prej Zotit të gjithësisë, ka haram. Do japi llogari për të dhe do të dëshkohet për të, sepse nuk I thot faleminderit Allahut dhe nuk I bie në sejdë Allahut të lartësuar. Prandaj gjithçka që ekziston, hidhe vështrimin lartësinë e qiejve, shëtit dhe sodit me shikimin tënd, gjithë krijimin e Allahut të lartësuar në tokë, shëtit me këtë një jetë në tokën e Allahut të lartësuar, do të shohësh përsosmërinë, ekuilibrin absolut, dhe do të shohësh se gjithçka I bie në sejdë Allahut të lartësuar, por ne nuk e shohim, ne nuk e dim siç ja ka caktuar Zoti I lartësuar. Dhe këtë krijesë, në këtë krijim, Allahu I lartësuar e orienton, e urdhëron në shërbim të besimtarit kur ai dëshiron. Ndales tjetër shumë e rëndësishme është mënyra më e mirë për të ujitur bizneset tona, për të ujitur kopshtet tanë, për të ujitur investimet tona të nderuar. Kemi nevojë të ujisim ato, kemi nevojë që të investojmë. Mënyra më e mirë është puna e mirë. Pastaj shpërvesh mendët dhe puno. Pastaj shpërvesh mendët dhe mendo, planifiko. Por puna, mënyra më e mirë, më efikase për të ujitur kopshtin tënd, baçën që ti ke, investimin, pronën, tregtinë, biznesin, pasurinë, mënyra më e mirë është puna e mirë. Nëse ke punë të mirë, nëse ti gdhihesh në mëngjes, falenderon Allahun që të ktheu shpirtin pasi ky shpirt kishte shëtitur, kishte dalë prej trupit, ta ktheu përsëri Allahu dhe fillon me abdest dhe pastaj me namazin e sabahut dhe ke bërë një plan ditor që ti do jetosh si rob Zotit në rrugë të Allahut, nuk lëndon dikë, nuk bën padrejsi, do bësh mirë nëse ke mundësi dhe nuk bën padrejsi, dije se je në udhë të Zotit dhe kjo është forma më e mirë. Pastaj shpërvesh mend dhe dil në biznesin tënd, në dyqanin tënd, në pronën tënde, kjo është forma më e mirë për investimin tënd. Mbase nuk e dëgjon zërin tënd, emrin tënd tek ret, do ta dish që është thirrur në një formë apo në formën tjetër. Prandaj sa më shumë punë të mira të nderuar. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal-ard. Thot Allahu I lartësuar, sikur banorët e këtyre fshatrave, këtyre vendbanimeve, të ishin besimtarë dhe të ishin të devotshëm, do të shpërthenin bereqetat e Allahut prej qiellit dhe prej tokës. Mirë po ata nuk e dëshiruan diçka të tillë, e mohuan Zotin dhe Allahu I ndeshkoi për shkak të zgjedhjes së tyre. Dhe thot profeti alayhis salam, ndodh që dikush prej njerëzve privohet nga një mirësi, nga një bereqet, nga një risk për shkak të një gjunahu. Ishte bërë gati një mirësi, një risk prej rrisjeve të Zotit, prej riskut të Allahut të lartësuar. Ishte bërë gati për të ardhur. Mirë po ne I tham stop, blok me një gjunah. Prandaj edhe një herë përsëris mënyra më e mirë për të shtuar bereqetin, për të shtuar furnizimin, për të shtuar pasurinë, për të ruajtur to mirësi që na ka dhënë Allahu I lartësuar, është të jemi të vazhdueshëm në mirësi dhe të jemi të vazhdueshëm në devotshmëri. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, është shikoni se si I dërguari Allahu të lartësuar ne na ka prezantuar me besimtarin ideal. Me besimtarin ideal, me një njeri punëtor. Një njeri punëtor e gjeti duke punuar me lopat, dhe besimtari nuk është parazit. Dhe besimtari është punëtor. Kërkon riskun e Zotit. Dhe sa e mirë është ajo pasuri që ti shkon dhe në halal e përfiton dhe pastaj ushqen veten tënde dhe ushqen familjen tënde. Besimtari është punëtor. Tjetër, besimtar, pra ky na prezanton me këtë person, punëtor, besimtar, kontribues I fshehtë. Dhe shikoni se si kishte ekuilibruar mes detyrave që I ka caktuar Zoti I lartësuar. Shumë I vetëdijshëm, kam detyra karshi Allahut, kam detyra karshi vetes, karshi familjes, kam edhe detyra dhe përgjegjësi karshi njerëzve. Ekuilibër të përsosur. Kjo është ajo gjë që na mëson në xhamia. Kjo është ajo gjë që ne na mëson Allahu I lartësuar. Ky është produkti që del nga ajo derë. Nëse ne këto mësime që marrim në mënyrë sistematike, çdo të xhuma por jo vetëm, dhe që I marrim duke lexuar Kur'anin famëlar, dhe që I marrim nga burimi më fisnik, libri I Zotit, dhe nga njeriu më madhështor, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga kjo xhami, ky produkt del.
Dalin njerëz të cilët janë punëtor, janë të devotshëm, janë besimtar, janë shumë familjar. Shikoj se si i thot për familjen time, sepse profeti alayhis salam thot sadakaja më e mirë, kontributi më i mirë dhe më i shpërblyer është sadakaja dhe është kontributi që dikush e çon në shtëpinë e tij, ushqen familjen, bashorten, fëmijët, u krijon komoditetin në familjen e tyre. Për këtë arsye, ky është produkti që del nga këto dyert e xhamisë. Ky është formimi që përpiqemi të ja përcjellim vetes tonë dhe të tjerëve. Dhe ky është investimi që bën xhamia, nëse dikush është i interesuar dhe do ta dëgjoj, ky është investimi që bën xhamia për shoqërinë. Nuk është investimi më i madh që bëjmë ne për shoqërinë momenti kur vjen Kurban Bajrami dhe therim kurbanet dhe u japim mish njerëzve. Se nuk është se do t'i shpëtojmë dhe nuk është se do t'i nxjerrim nga fukarallëku dhe as nuk do të plotësojmë nevojat e tyre sociale me një pjesë që ne u japim nga mishi i kurbanit. As nuk është kontributi më i madh dhe investimi më i madh që bëjmë ne për shoqërinë kur vin sadakatur, kur vin fitret dhe t'japim qese me ushqim për nevojtarët. Jo, nuk është ky kontributi më i madh. Kontributi më i madh që japim ne për shoqërinë dhe që kjo xhami për shoqërinë është pikërisht janë këto mësime, janë këto koncepte, janë këto bindje, janë këto mësime që ne i marrim, i ngulitim dhe instalojmë në zemrën dhe në mendjen tonë dhe pastaj të parët që i shijojnë këto mësime. Dhe këtë produkt janë familjarët tanë. Jam i bindur në lidhje me këtë që janë familjarët tanë. Pastaj komshia, pastaj mbar shoqëria. Dhe për një moment imagjinoni pak nëse do të ishte shoqëria, nuk po them e gjitha, por e dominuar nga këto fytyra. Se do të ishte dominuar nga këto fytyra. Që kanë si synim të kënaqësinë Allahun, kanë si synim të jenë të mbarë, të jenë në udhë të Zotit, të jenë të drejtë, mos bëjnë padrejsi, të jenë halal dhe të bëjnë mirë aq mundësi se sa kanë. Ta bëftë Allahu lartësuar për atyre njerëzve që emri i tyre dhe vepra e tyre përmendet lartësinë e qijeve. Tek Allahu lartësuar, tek melajket dhe qofshim të famshëm në qiell dhe në tokë, jo për gjë tjetër përveç se për kontribute të mira. Dhe i kërkojmë Allahu të lartësuar të na falë mundësitë tona, e falenderojmë shumë Zotin e gjithësisë për këtë fe madhështore që na ka bërë risk, dhe kërkojmë Allahu të lartësuar të jetojmë si musliman, të ja dorëzojmë shpirtin kur të vijë ora si musliman, si besimtar, dhe të na ringjallë Allahu të lartësuar në mesin e turmës së madhe të njerëzve fatlum, të muslimanëve, të besimtarëve, në mesin e profetëve, të devotshmëve, të sinqertëve, të dëshmorëve dhe të gjithë atyre njerëzve. Wa hasuna ulaika rafiqa, dhe sa shoqërues të mirë janë ata, thot Allahu i lartësuar. Allahu ju nderoft për vëmendjen dhe Allahu ju mbuloft me mirësitë e tij. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah al-azim li wa lakum.